Por ajo që më vret më shumë është mungesa totale e kujdesit për të identifikuar dhe për të konservuar historinë. Këtu ka një dëshirë të jashtëzakonshme për të hequr çdo lloj objekti, pa vlerësuar se çfarë është, për të ndërtuar edhe vetëm për të ndërtuar. Dhe kjo ka sjell jo thjesht një ndryshim fizik të qytetit, por një ndryshim dhe një shkatërrim dramatik të historisë Tiranës. Çfarë, nëse do të evidentoni një objekt, apo një lagje, apo një dyqan, apo një rrugicë, cila do të ishte ajo që ju mungon më shumë nga Tirana e vjetër? Shiko, ata që kanë jetuar, për më tepër kjo përkon me vitet e mia të rinisë, është padyshim rruga e Diprës. Rruga e barikadeve, dikur rruga mbretërore, sepse nuk po flas për pjesën e qendrës dhe të bulevardit, sepse ato janë aty ndonse funksioni i tyre ka ndryshuar shumë. Rruga Dibrës ishte rruga më e gjallë e Tiranës. Dyqanet që ishin aty, kemi parasysh ishte kohë e komunizmit dhe kishte një varfëri të infrastrukturës së shërbimeve. Megjithatë rruga e Dibrës kishte koncentruar gjithçka, rruga barikadeve gjithashtu. Aty ishte historia. Unë aty kaloja së paku 4 herë në ditë, sepse shtëpia ime ka qenë dhe ende është shtëpia e vjetër tek rruga barikadeve. Kështu që për çdo dalje në qendër, për çdo nevojë për të blerë diçka, mapa e madhe e Tiranës ishte gati 80-90 metra nga shtëpia ime. Kështu ishte edhe një lloj divertimenti që fillonte nga vitet e fëmijërisë. Kur binte shi, unë mbaj mend shumë mirë, ambienti më i mirë për ne ishte të luanim tek mapa e madhe e Tiranës. Që do thotë që unë atë zonë aty e kujtoj me nostalgji.